Flamur Noka dhe Sali Berisha kanë akuzuar zotin Saliani si njeri që ka bashkëpunuar me krimin e organizuar për të organizuar foltoret. Sigurisht që zoti Saliani ka mohuar këto akuza dhe nuk kishte pse të hiqej qoftë nga antarësia e Partisë Demokratike dhe në fundit nuk kishte as pse të mos pranohej si kandidat, sepse kjo do ta bënte garën në Partinë Demokratike shumë më dinjitoze. Pra një figurë si Ervin Saliani, që është një figurë që nuk ka po themi betejat humbura. Në Korçë ka qenë një figurë që ka korrur fitore, po themi ka korrur rezultat të mirë. Bashkina Kavajës ja çoi fitore në duar Sali Berishës, ndër të paktat bashki që zoti Saliani, po themi Partia Demokratike fitoi, por në këtë rast zoti Saliani ishte drejtues politik. Kështu që të pasurit Ervin Salianin në parti dhe të pasurit kandidat përballë zotit Berisha do e bënte shumë dinjitoze edhe fitoren e zotit Berisha në rast se ai do të fitonte pra përballë Ervin Salianit.